Për sot do bëjmë një kek me blueberry dhe me copa çokolata brenda. Përbërësit janë gjysmë kile miell, kemi marrë pak vanilje, çokolata të vogla, blueberry, 3 vezë, 1 kup sheqer, 1/3 e kupës me vaj dhe 1 kup me qumësh. Mënyra e përgatitjes. Do marrim në fillim, do rrafim 3 vezët, do hedhim edhe sheqerin, do i përzim së bashku, do hedhim vajin, do hedhim edhe qumshtin, pak vanilje, do hedhim dhe miellin, do i përzim të gjithë së bashku dhe pasandaj do hedhim blueberryn dhe çokolatat. Të gjitha procedurat do t'i shohim përsëri një nga një. Tani fillojmë përgatisim kekun. Fillojmë thyejm 3 kokra vezë. Dhe i rrafim në telin e kuzhinës. Tani edhim edhe sheqerin. E përzim së bashku. Edhim edhe vajin. Edhim edhe qumshin. Edhim edhe miellin pjesë-pjesë, të cilën e kemi përzirë me një lugë sot buke. Në këtë mënyrë vazhdojmë përzijmë të gjithë miellin me gjithë përbërësit. Tani se kemi hedhur të gjithë miellin, e bashkojmë. E përzijmë derisa të na bëhet masa e njëjtë. I hedhim edhe një lugë me vanilje. Edhim edhe blueberryt. Edhim dhe çokolatat. Dhe i përzim së bashku. Tani e marrim të gjithë masën edhe edhim në forma e kekut. Tani kemi marrë formën e kekut, i edhim pak vaj gjelle. E lyejmë anë mbanë me ndihmën e furçës. E tani shtyjem masën e kekut. E edhim të gjithë masën, duke e vërtitur anë mbanë formën e kekut që të na biri në mënyrë të barabartë. Tani
që e kemi sheshuar kekun, e marrim dhe e fusim në furrë, e pikim në temperaturën 325 gradë për rreth 35-40 minuta. Ja dhe keku e ka përfunduar pjekjen. E lëm të ftohet dhe e servirim në pjatancë. Keku është ftohur, tani marrim dhe i kthejmë në një pjatë përmbys. Tani marrim dhe e pudrosim me pak sheqer pluhur. Tani që keku është ftohur, marrim dhe e presim. Ky ishte keku jon me blueberry dhe me pjesë çokoladë. Ju bëf të mirë.